Në zgjedhjet e vitit 2021, koalicioni PD-an mori 622.187 vota të vlefshme dhe LSI mori 107.538. Gjithsej të dyja morën rreth 730.000 vota të vlefshme. Në zgjedhjet e 11 majit, këto parti u futën në garë si një koalicion i përbashkët, me shpresë se bashkimi do të bënte fuqinë. Por të bashkuara ato morën shumë më pak vota të vlefshme brenda vendit, krahasuar me sa kishin marrë para 4 vjetësh. Vetëm 480.000 sipas një projeksioni statistikor të bazuar në 4.970 kutitë numëruara deri në momentin e këtij shkrimi, nga 5.225 gjithsej. Pra, partitë e mëdha opozitare krijuan një grop gjigande elektorale prej plot 250.000 votash brenda vendit. Dhe kjo grop elektorale në opozit nuk u mbush dot nga partitë e vogla opozitare. Gjithsej, ato morën vetëm 190.000 vota të vlefshme brenda vendit. Mbi treqerekun e tyre i morën PSD, Nisma Shqipëria Bëhet dhe Partia Mundësia. Edhe Partia Socialiste krijoi një grop të vogël elektorale. Në 2021 mori pothuaj 770.000 vota të vlefshme, ndërsa më 11 maj mori rreth 730.000 vota të vlefshme brenda vendit. Kjo grop e vogël e majt duket se u mbush pjesërisht nga Lëvizja Bashk.